saqën, ku burim ban me ndhapa të vjeta. Qershori vjen si një dritë e nxehtë, mbi fytyra të reja. Tirana nuk flet, ajo dëgjon. Jem me vajza me sy të mbushur me internet e ëndra, dalin nga ekranet dhe hyjnë në rrugë, jo për të kërkuar leje, por për të kërkuar kuptim. Në pankarta të shkruara me dorë të dridhur, fjalët nuk janë më të buta, E ardhmja nuk pret, zëri ynë nuk është rrëmër. Dhe policët qëndrojnë si mure të lodhura, si pyetje pa përgjigje, si një shtet që ndëmëson të dëgjoj vetëm. Në këtë qershor, era nuk sjell vetëm maron priri, por edhe zemërim të pastër, të ri, të papërkthyer. Dikush për për ndryshim, dikush për largim, dikush thjesht për tu dëgjuar një herë pa ndërprerje. Dhe nata bie mbi zhurmë dhe mbi qytete, me një premtim që ende nuk është mbajtur, por qershori nuk mbilet lehtë.